Ligji për arsimin e lartë do të dërgohet nesër në procedurë qeveritare, pasi kanë përfunduar edhe konsultimet e fundit mes Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe partnerit të koalicionit në qeveri nga radhët e partive shqiptare vlen. Kështu njoftoi Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska. Sipas saj, në takimin me përfaqësuesit e vlenit janë diskutuar 6 pika lidhur me ligjin, prej të cilave 5 kanë qenë tashmë të trajtuara më herët dhe nuk kanë qenë kontestuese. Pika e fundit për të cilën u arritë sot marrëveshje, Janevska sqaroi se kishte të bënte me indeksin e Hirshovit. Ajo tha se është e dakorduar që ai të mos jetë kriter kryesor për avancimin e profesorëve në tituj më të lartë, por për të përdorur si kriter shtesë në raste kur dy kandidat kanë numër të njëjtë pikësh. Kishim 6 pika që i diskutuam dhe ram dakord për të 6 dhe nesër ligji do të hyjë në procedurë qeveritare. 5 nga pikat u diskutuan më parë sepse ky ishte një proces i vazhdueshëm dhe ato nuk ishin më as pak të diskutueshme. Pika e fundit që diskutuam ishte indeksi i Hirshovit, për të cilin gjetëm edhe një zgjidhje, që të mos jetë një element bazë si kriter për zgjedhje, por duhet të përfshihet në elementet shtesë në kriterin e përzgjedhjes. Në atë rast, kur dy profesorë kanë pikë identike, indeksi i Hirshovit duhet të jetë vendimtar. Kjo tani është pranuar. Ministrja theksoi se në tekst janë përfshirë edhe disa nga varrejtjet e universiteteve, përfshirë fakultetet e arteve, duke bërë që ligji të harmonizohet dhe të mbyllet. Janevska bëri të ditur se projekt ligji ishte publikuar 2 herë në regjistrin elektronik të rregullorëve (ENER), ndërsa janë marrë edhe sugjerime nga fakultetet artistike. Unë dhe ekipi im u takua me dekanët e 3 fakulteteve artistike në Universitetin Shënkerili dhe Metodi. U dakorduam për një ndryshim që e konsideruam të arsyeshëm dhe kërkesa e tyre ishte e justifikuar, ndaj dhe u përfshi në ligj. Pas takimit në qeveri me 7 rektorët dhe shumë profesor nga universitetet në vend, ligji tashmë është mbyllur dhe do të dërgohet në procedurë qeveritare. Projekt ligji për arsimin e lartë, i cili pritet të zëvendësojë ligjin aktual, u prezantua më 6 shkurt të këtij viti. Disa nga risitë e propozuara shkaktuan reagime në komunitetin akademik dhe nga partitë opozitare, të cilat kërkuan tërheqjen e tij. Ligji aktualisht kritikohet nga Lidhja Socialdemokrate, e cila vlerëson se ai përmban elemente të dëmshme për sistemin e arsimit të lartë në vend.